Të nderuar përfaqësues klubeve, të nderuar përfaqësues mediave, faleminderit për pjesëmarrjen, siç e njoftuar sot do hetim shortin për turin gjysmëfinal të Kupës së Shqipërisë. Në bazë të rregullues së aktivitetit, ndeshjet gjysmëfinal të Kupës së Shqipërisë do zhvillohen me 2 takime, përkatësisht më datën 2 dhe 23 prill. Përpara se të fillojmë procedurën e shortit, do të ndjekim klipin me 4 ekipet, të cilat janë të kualifikuar në këtë fazë. Procedura e shortit është e tillë që të 4 ekipet do të jenë në një vazo, sfera e parë që do të rriqet është sfera që do përcaktojë ekipin pritës në ndeshjes së parë dhe sfera e dytë që do ndeshet me sferën e parë dhe më pas sfera e tretë dhe sfera e katërt që do përcaktojë ndeshjen e dytë. Fillojmë me hedhjen e sferave në vazo, Partizani. Vllaznia. Egnatia. Dhe Dinamo City. Ekipi pritës i ndeshjes së parë. Vllaznia. Vllaznia do të ndeshet me Vllaznia Dinamo City. Ndeshja e parë. Për procedurë, për ndeshje për përcaktuar ekipin pritës të ndeshjes së dytë. Egnatia. Egnatia do ndeshet me Partizanin. Faleminderit dhe suksese.